Jemi në prag të kësaj feste të madhe. Dhe muslimani duhet ta shikojë ardhjen e Ramazanit si një festë të madhe. Dhe ardhja e Ramazanit duhet të ja gëzojë zemrën dhe shpirtin besimtarit të vërtet. Nga se kur njeriu e din që po vjen diçka që do i bëjë mirë, ai padyshim se gëzohet. E Ramazani vjen me plot mëshirë, vjen me plot falje, dhe vjen për të marrë garancën që të largohesh një herë për gjithmonë nga zjarri i xhehenemit. Allahu na mëson ya Rabbi. Kush e shik Ramazanin vetëm se duhet të qëndrojë i uritur dhe i jetur, nuk e ka kuptuar Ramazanin. Kush e shik Ramazanin vetëm që të largohet nga ushqimi dhe pija, nuk e ka kuptuar Ramazanin. Ramazani është përveç anës fizike që ne na ndalohen disa gjëra, ai është një shkollë e madhe që duhet të na edukojë shpirtin tonë, që duhet të na edukojë egon tonë, në mënyrë që të jemi të përgatitur për të përballuar sfidat të cilat na shkatërrojnë pikërisht shpirtin përgjatë gjithë jetës sonë. E ne që jetojmë dhe kemi fatin të jetojmë në këtë shekull, që ndonjëherë i mirësive të mëdha, por ndonjëherë edhe i çuditërave të mëdha. Një shekull ku teknologjia ecën të shpejtë. Një shekull i cili ka mundësuar që edhe jetën të na komandojë brenda shtëpive tona. Një shekull ku ka bërë që fëmijët të rriten ndryshe nga e kaluara. Sepse nëse fëmijët në të kaluarën nuk kanë pritur që të zbardhë mëngjesi për të dalur dhe të luajnë, sot duket me zor t'i nxjerrësh dhe t'i shkëpusesh nga teknologjia që është futur brenda shtratit të tyre. Një shekull i cili ka bërë që ndryshe të rritet fëmia, ndryshe t'i përjetoj gjërat ai, por ndryshe edhe të ecë jeta e atij i cili tashmë është rritur. Një shekull i cili ka mundësuar që teknologjia përveç se futet në jetën tonë reale, ajo është futur edhe brenda ibadetit tonë. Ajo është futur edhe në xhamit tona. Ajo është futur edhe në namazin tonë. Ajo është futur edhe në agjerimin tonë. Ajo është futur edhe në kurbanin tonë. Pra edhe në ato vepra që duket të kenë intimitetin me Zotin Xhelle Xhelaluhu o Xhelle Shanuhu, për fat të keq pra arritja e teknologjisë ka arritur deri në atë pikë që ndonjëherë të na bëjë që në veprat tona të jemi vetëm formalisht, mirë po të mos përjetojmë dhe të mos ndjejmë asgjë.